Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Arbëria, mirë se erdhët në emisionin Bord. Subjektet politike tani krahas zgjedhjeve nacionale të cilat ende nuk kanë marrur epilog në konstituimin e institucioneve të vendit, kanë filluar të bëjnë përgatitjet për zgjedhjet lokale. Një nga liderët e subjekte politike, Lumir Abdigjiku, i cili është deklaruar publikisht që tani detyra jone kryesore është përgatitja për zgjedhjet lokale. Tani më ka bërë publike disa emra për kandidat për kryetar komune, ndërta është edhe zotri Burim Krasniqi, ku është përcaktuar për garën e të parë të Ravecit, të cilën e falenderojmë dhe e kemi në studio. Përshëndetje zotri Krasniqi, faleminderit që gjetët kohë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Arbëria. Faleminderit për ftesën. Jeni rikthyer prapë si kandidat për kryetar të komunës në Ravec. Komuna Ravecit ka ditur të tregon shpeshherë ndryshimet të cilat nuk i ka menduar asnjëherë dhe askush. Si e keni marrur vullnetin dhe gatishmërinë për të hyrë garës për të parën e Ravecit? Faleminderit për ftesën edhe për kohën që keni ndarë për intervistën e përbashkët me pasën e TV Arbëria. Faktikisht në majën e vitit kalon në proces të rregullt, në mes mandatit unë kam marrë dhe kryetari i degës të LDK-s në Ravec. Si rezultat i saj kam qenë kandidat për kryetar komune. Në 2023 kemi pas një proces të rregullt zgjedhor, kur jam rizgjedh si kryetar dege, edhe në parim si deg kemi të vendosur standardin që kandidatët për kryetar komune të qenë kryetari i degës. E thatë që Ravecit din të bërë befasi, megjithatë mund të them që nuk është befasi. Është një punë për 4 vite që kemi konstante. Unë jam në Asamblejë Komunale në Ravec, jam shefi i grupit të Asamblejës së LDK-s. Edhe po mendoj që jemi grupi më kompakt sa i përket pjesës opozitare, cilët kemi një konsistencë të vazhdueshme sa i përket punës tonë. Kemi punuar për 4 vite mbledhjen e informatave të plota, sa do njohim saktësisht problematikët e komunës Ravec, qytetit të fshatrave të koncept. Të e përfshi problematikët në si pjesë më vitale që është arsimi dhe shëndetësia, pjesën infrastrukturore, zhvillimin e qytetit, zhvillimin ekonomik, turizmin, trashëgimimin kulturore. Fatikisht kemi një pasqyrë të qartë të situatës krijuar komunën e Ravecit. Kur e thashë Ravecit din të bën befasi për faktin që nëse i shohim rezultatet në zgjedhje prej zgjedhjeve, shihen herë subjekti i parë, i dyti, i treti, i katërt del prej dytit, kjo ishte ajo befasia që e menduam. Sa keni marrë mbështetjen, edhe nga dega, edhe nga nëndegët e Lidhjes Demokratike të Kosovës në komunën e Ravecit? Si deg, në procesin e rregullt të zgjedhor, unë jam zgjedhur kryetar dege pa kundërkandidat. Do thonë, në përkrah unanime të degës ose të delegatëve të komendes zgjedhore në degën në LDK-s në Ravec, një proces që është zhvilluar në të gjitha nëndegët. Proces shumë i lirë, të cilët i falenderoj komplet strukturave të ndegëve për punën që e kanë bërë në atë proces zgjedhor që kemi pas përmana strukturave tona në nivel komune. Sa të kemi gjitha nëndegë funksionale, nuk ka asnjë nëndegë që nuk është funksionale. Kemi një komunikim të rregullt, fatikisht si kryetar dege me pjesën e kryesisë, antar, nënkryetar, sekretari, së paku 4-5 herë në vit kemi vizita të rregullta nëpër nëndegë, do të thonë që kemi bërë bisedu me ta. Është një përkrahje unanime të gjitha nëndegëve, strukturave të nëndegëve, po edhe kryesisë të degës sa përket kandidaturës. Kemi diskutuar nëndegë, edhe si kryetar dege, pavarësisht standardet vendosën, e kam dhënë opsione që bisedojmë haptës, të shohim opsione më të mirë të mundshëm, sepse unë po konsideroj që LDK duhet të ketë parasysh 2 gjëra. E para të fal kandidatë më mirë qytetarëve të komunës së Ravecit, i cili kam qenë kryetar që kam menduar seriozisht për zhvillimin e qytetit të Ravecit, të komunës së Ravecit. Edhe një kandidat i cili është serioz se përket përfaqësimit politik. Jo një garë sa për të thonë që jam LDK nesër me pas mos kuptime me ta, po jo kandidat sa më thonë LDK pa kandidat me dikon, po me dikon që fiton garën. Edhe presim që gara ka me qenë fituar për LDK-s të zgjedhje. Jeni ndër kandidatët të cilin
i jeni propozuar apo ju kanë shpallur edhe nga qendra edhe nga kryetari i LDK-s ndër të parët në nivel vendi. Çfarë do të thotë kjo? Orientimi jonë në Rovec ka qenë i qartë prej fillimit. Prej dallim prej degëve tjera, ndoshta Roveci nuk ka kandidu kryetari i degës për deputet në zgjedhjet parlamentare. Dallim prej partive tjera, partisë që është pushtet lokal, që vetë kryetari i komunës ka qenë garë për deputet, sa për të mbledh vota për partinë e vet, jo për me pas seriozisht atë garë. Unë po kam dilemat e mia që ha seriozisht prapë garë për kryetari komuna apo veç në funksion të subjektit. Kemi qenë qartë, ka qenë Abdullah Oti, profesori, kandidat për deputet për degës Rovecit, edhe Nis Durguti, në kryetari i degës, kandidat për deputet për komunës Rovecit, kështu që kemi darë rolet tona. Orientimi jam personal ka qenë kandidatura për kryetar komune, edhe orientim që është vlerësuar për kryetarin të Abdigjiku. Kemi komunikim të rregullta, shumë të mira me kryetarin, kemi vlerësime shumë të larta pozitive për njëri tjetrin, edhe njihemi përtej pozicionin si kryetar degë edhe më herët. Tani është caktuar edhe data mbajtjes së zgjedhjeve, 12 tetori i këtij viti. Sa është koha mjaftueshme të përgatitet për një kandidat për kryetar komune? Unë thash, unë jam në asamble komunale këtë mandat. Qëllimi kryesor pse kam qenë pjesë e asamblesë komunale ka qenë që me qenë involvuar në të gjitha proceset, ose me pas informata të plota për gjitha zhvillimet në komunën e Rovecit. Edhe po mendoj që edhe unë si kryetar, si shef i grupit po LDK në Rovec ka pas pyetje të vazhdueshme në drejtim të kryetarit të komunës së drejtorëve. Me insistimin tonë kemi themeluar 2 komisione ose komitete obligative që ka qenë parasimi për shëndetësi, që kemë provuar që përpos pjesës zyrtare të Komitetit Politik dhe Financë për minoritete mi pasur 2 komitete tjera, po kemi bërë një punë të vazhdueshme që kemi informatën e plotë. Do të thonë, e dim gjendjen financiare të komunës së Rovecit, e dim pjesën infrastrukturore të komunës së Rovecit me të lagje që ka me problemet, e dim projektet për komunën e Rovecit, e dim gjendjen e RSM, gjendjen e shëndetësi, mos funksionimin e QKMF-ve, disa QKMF-ve, problemet me laborator, problemet me QKMF në Rovec, problemet e projekteve gjysmake, obligimet mbi 20 milionë euro. Janë shumë tema, janë shumë tema ose shumë çështje që mund të themi që si LDK në Rovec ose nga për këtë komune nuk është që sot po informon apo jemi informuar plotësisht. Do të kalojmë edhe tek puna qeverisë, kryetarit të komunës së Rovecit, por po ndolëm edhe pak sot tek subjekti politik. So keni menduar apo cili do të jetë targeti juaj, fokusi juaj në përgatitje deri tek 12 tetori? Fatkeqësisht brenda subjektit politik. Fatkeqësisht komuna e Rovecit tash kandidon ose do të ketë një përbërje për 27 asamblezëve në asamble komunale për 31-ve. Kjo si rezultat i rramës së numrit të popullsisë në komunën e Rovecit nga 52.000 e sa mbi 52.000 banor, sot i ka 44.700 diçka banor, fatikisht që kemi një rramje prej rreth 10.000 banorëve më pak. Edhe kjo ka ndikuar që mos t'jenë 31 asamblezë, po t'jenë 27 asamblezë. Të pas parasysh 30% që në listë për asamble, fatikisht subjektet politike kandidojnë me 30 asamblezë. Për 30 asamblezëve sot i kemi 17 kandidat për asamble komunale të definuar. Kemi një orientim për barësilistës, do të jenë barësilistës. Edhe kemi figura të reja, kemi orë të reja. Parimisht po presim që në listë për asamble komunale prej njerëzve që kanë qenë më gjatë në aktivitet politik, të kemi 2 ose 3 në pjesë tjetër kanë qenë krejt figura të reja, që është një mesazh të qytetarëve që LDK-ja gradualisht po reformohet, edhe në komunën e Rovecit, sikur në vende tjera. Me sa ka mundur të përcjelli apo me sa ka mundur të shoh deri më tani, jeni dega që po shohim që po i plasani në rrjetet sociale, po i bëni publike kandidaturat e asamblezëve. I keni përzgjedhur apo është çështje ku pas kohe po i përzgjedhni edhe po i publikoni këta emra? Unë thash, prej 30-ve diku në 17 që janë të definuar. Çështja e përzgjedhjes kandidatëve për asamble është një funksion piramid. Fatikisht deri sa që kandidat për kryetar komune propozon dega dhe merr vendimin qendra, të na i propozojnë ndektë dhe marrin vendim si qendër. Si deg. Si deg në fillim kemi nxjerr çelësin e përfaqësimit të fshatrave të lagjeve të qytetit, pastaj ka marrë pjesë aty lagjes së fshatrave me dhon propozimet.
aty ku ka pas nevojë me ndihmu procesin e kemi ndihmu si dege, unë si kryetar dege, sepse gjithmonë thash, këto sidomos të zgjedhje është sinjal i mirë, ose sinjal i bindjes së një fitore, sepse figurat e reja sot të angazhohen në politik duhet shohin të mirë të madhe të subjekt politik. Edhe antarësimi një figurave të reja në LDK në Rahovec edhe përfshirja në listë është sinjal i qartë që LDK-ja pret me fitu edhe qyteti i Rahovecit, komuna e Rahovecit pret me pas ndryshim pozitiv. Kjo është arsye kryesore që të bashkangjiten në njerëzit. Këtë proces e kemi njek, sot thash i kemi 17 kandidat për asamble komunale të definuar, cilët ko pas kohë po bëjmë kanë një prezantim për më dhënë hapësirë opinionit që me pa në rrjetin sociale se cilët kandidatën e vetë edhe përtej lokalitetit vetë. Edhe po presimi që faktikisht deri në fund të muajit korrik me pas listën e plotë kandidatëve për asamble komunale, gradualisht ty pa edhe mundësinë e ndonjë aderimi prapë që preson me pas, të pas mundësinë e ndonjë marrëveshje me një subjekt cili s'mund me qenë kandidat, s'mund me pas kandidaturë për kryetar komune, thjesht po tentojmë ose edhe këtu po bëj ftesë secilit që sheh veten që me LDK-n edhe me burimin si kryetar komune mund me ndodhë ndryshimi i qytetit të Rahovecit dhe komunës së Rahovecit le të aforet në bashkangjitën në dyrtën top në procesillin. Zoti Krasniqi, ku do të jetë fokusi juaj si kandidat për kryetar komune në punën ose mos punën e kryetarit aktual të Rahovecit apo në programin qeverisës që mendoni do ta plasoni në muajin e vijim? Kjo është miks, fatikisht. Nuk muna me mshel syt në raport me punë të këqija. Fatikisht edhe ceka pak më herët me qenë në mbi 20 milion euro borxhe dhe obligime kontraktuale, edhe projekte që presen me 5-6 vite të papërfunduara, pa të thoya ti kapi tyve që as se kanë rrinë nivelin e gjysmës së përfundimit tyve, domethënë nuk mundesh me nejtë heshtur, duhet me prezantua dhe me pas secili qytetari i komunës së Rahovecit, po edhe përtej komunës që ka një totalisht një humbje të kontrollit sa i përket menaxhimit të komunës së Rahovecit, edhe në aspektin e projekteve dhe në aspektin financiar. Raporti gabit i fundit jep që mbi 1.7 milion euro kanë marrë vetëm arsimtarët si rezultat e kontratës kolektive. Kanë marrë përmes përmbarimit. Kanë marrë përmes përmbarimit edhe mjek. Edhe fatkeqësia më e madhe që janë detyruar që përmes me angazhim të avokatëve përmes procedurave përmbarimore edhe pensionist të marrin 3 pagat jubilare me rast të daljes pension. As ata se respektu kret si rezultat i keq menaxhimit të projekteve financiare të komunës së Rahovecit. Kanë pamundsu komunës që me trajtu drejt spaku pensionerët ku dalin në pension ato 3 paga që takojnë me marr. Kjo ka me qenë pjesa e prezantimit të situatës komunës së Rahovecit dhe ka me qenë opsion programi i zgjidhjeve problemeve. Nuk ka me qenë debati ose fokusi të kritiku në stop edhe vetëm të najtë në thojzë të shoh, po kanë mu pasqyru situata, gjendja keqe, edhe ka më dhonë opsion i zgjidhjes së problemeve edhe mbi të gjitha i zhvillimit të qytetit të Rahovecit dhe të komunës së Rahovecit. Mos harrojmë një gjë se qytetin e kemi totalisht degraduar sot për sot. Të jeni pjesë e kuvendit komunal, do të thotë të njesh për sa afërmi, shqetësimet, problemet, punët të arritura të gjitha të një komune. Cila është puna e qeverisë? E zoti Ismail Latifi në këtë 4 vjeçar në fundit, sepse në çdo 4 vjeçar vlerësohet nga votuesi, i cili ka marrur besimin e qytetarëve në mandatet e tëra. Ndoshta se di, të themi që ka një punë që për një me mund të mburret është vështirë me gjetë. Një diçka që është të ndodhë është sheshi qendror në komunën e Rahovecit, qytetin e Rahovecit, i cili një parim është një hapësirë që po ndërtohet, po është shumë betonizuar. Po është një shesh që po kushton rreth mbi 4 milion euro, po fatkeqësisht aty në thotë gjysma është borxh. Thjesht nuk i jep një rezultat të zhvillimit, po i jep një rezultat të betonizimit me borxhe. Është një se di, nëse vjen kurdo si medium mundi me ardha me pa, ndoshta nëse shihet prej dronit nalt duket bukur me pa, po kur hin poshtë sheh që është tepër betonizuar, nuk po besoj që ka mjaftueshëm një balans të ekologjik sa i përket pjesës hapësirës gjelbruese dhe hapësirës së betonizuar. Një diçka që ka ndodhur që kemi pritur me doa trokitje ka qenë funksionalizimi i medializës mas thoya ti 10-12, por fatkeqësisht aty është shfaq probleme
ushqimi, shujta, po mund me pru vëllut Prizreni, s'ka mundësi Roveci, shujta jo adekuate, cilën shesime kemi ngritë, cilët do këtë vazhdimisht, po që thuhet që nuk është kompetencë e komunës, megjithatë kur don me bë diçka, duhet me mendu komplet procesin. Nuk mundesh me thonë unë kom marrë një objekt, ja kom thshuhe më dializës, po vjen është kompetencë Prizrenit, pe që unë banorët e mi, mu trajtu aty, po rri onë sepse s'ka mundësi së kompetencë jam me trajtu ushqimin se diçka tjetër. Do të thonë, është përtej asajna që veç mur ose veç hapësirë. Do të thonë, thjesht sa kemi filluar me mburje, kanë filluar sfidat. Kemi pjesën qendrore të qendrave të qytetit. Nuk mundesh me thonë qendër e vjetër me pllaka të reja, një hapësirë e cila asnjëherë nuk është funksionalizuar siç duhet, edhe e cila është e ka ngulfat qendrën e vjetër të qytetit. Do thonë, aty duhet me pa prej fillimit edhe një herë me rishiku, edhe me ribo ato definitivisht një hapësirë me kallderm ku kthehet fontana, ku qytetarët e ndjejnë ato se përjetojnë ato që kanë dashur gjithmonë edhe dojnë edhe sot, edhe me fillu një orientim zhvillimor qendrës vjetër të qytetit. Sa i përket arsimit, ka investime në objekte, po ka politizim të shkajshëm të arsimit në komunën e Rovecit. Do thonë, është një proces i cili e çon vazhdimisht në degradim cilësinë. Fatkeqësia më e madhe tash po e them kështu publikisht, para disa ditë ty shku me vetur, pe marr 2 nxënës të shkollës mesme profesionale të drejtimit të saldimit. Thash profesion i mirë, thash, sanat e mirë me thonë më thjesht, edhe ka kërkesë dhe mundi me pas punë ku doni në Rovec. Po qysh pi shkon mirë, po praktik tha ja, tha nuk prej kam aparat saldues asnjëherë me dorë. Do të thonë, është bërë instituti i aftësimit profesional, i cili mëson teori. Do të nuk ka praktik. Do të thonë, thjesht nuk ka një orientim të qartë të zhvillimit, kemi AMF të ndërtuar po jo funksionale. Kemi rastin Opterush, e cila çështë në fillim është myk edhe kur s'ka funksionuar. E kanë marrë edhe karrikën e stomatologjisë, ka qenë që me fëja kanë quajtur, kanë bën një ndrim tjetër, po është hapësirë ku definitivisht nuk mund me ushtru puna. Kur e kompletoj shtane, janë investime të pa koordinuar me qytetarët e komunës së Rovecit, me kërkesa të tyre. Për marr vetëm një ilustrim të fundit, ne kemi shtëpinë e pleqëve për të moshunt, që është marruar në te pjesa e PPOQK-s, ku është menduar që pleqt kalojnë një pjesë ditës aty në. Po pozicioni ndërtuar, distanca, kushtet kanë bërë që ajo nuk funksionon më. Do në investuar 100.000 euro dhe nuk funksionon. Tash po thojnë në asamble, po shohëm me bë diçka tjetër. Nuk ka elemente të mburjes. E kemi rrugën Xherxhe Rovec, ka filluar 2020-ën, nuk i dihet epilogu, bile fatkeqësia më e madhe është që Kjo rrugë është pjesë e ministrisë apo e komunës? Tash pjesë ka dhënë kështu ne. Me ligj është pjesë e ministrisë, sepse ligji për rrugë definon qartë. Rrugë autoudhë, motoudhë, rrugë rajonale, nacionale janë në kompetencën e ministrisë. Rrugë lokale dhe urbane në kompetencën e komunës. Mirë po, në 2019-ën ka memorandum mirëkuptimi mes ish ministrit Lekaj edhe kryetarit Latifi për me bardhë në kompetencë të komunës zgjerimin e rrugës. Të gjitha procedurat projektuese, tenderuese, menaxhuese ka komuna. Qeveri ka dhënë buxhetin vetëm. Po ka zhvilluar një projekt o një punë pa projekt detaj. Që edhe kështu po them thjesht, ka pafsi totale të menaxhimit të projekteve. Unë kam thonë në asamble, nuk dinë me menaxhu projekte të mëdha. Është e kotë. Sot rruga ka filluar me rreth 9 milionë euro komplet segmenti prej udhkryqit në Xherxhe deri te tranziti i ri i Rovecit. Mirë po për shkak të menaxhimit dhe vonesave në ekzekutim, se kur është ndonë në 3 lote, kur është asnjë kompani nuk i ka përmi 4-5 kilometra gjatësi rrugore, segment rrugor që dash më punu brenda një viti. E kanë zonë proceset, janë rritë çmimet, komplet segmenti prej Xherxhes deri te tranziti i Rovecit, deri mbi Rovec ka qenë rreth 9 milionë euro, sot e ki 8 milionë euro vi segmentin Xherxhe Brnjak. Do një të tretën e ki 8 milionë euro. Çaj ka qenë dikon rreth 2.8 milionë euro, tash është 8, do të thonë e ki dikon rreth 5 milionë euro dëmtim të buxhetit për shkak të paaftësisë për me finalizuar projektin në afat kohor. E njëjta situatë se pesë gjatë shumë. E ki edhe proskat.
e ki lumin Reminik, që është që 4 vjet s'ka ndodhur kur gjë, e ki kolektorin kryesor dhe Prockën prej hoqës madhe që vjen nëpër Brestovs, hoqë vogël na gaz del kryshet madhe që s'është bë kurr, janë gjujtë rreth 700.000 euro aty, edhe është jo funksionar edhe pjesë e kanalizimit, Procka s'është bë, kompania ka falimentuar, kur s'ka dhënë përgjegjësi, ka ndodhur mandatin e të njëjtit kryetar, ka filluar prap 1.6 milion euro, s'ka ndodhur kur gjë, s'ka aktivitet, edhe ka mrapsht, vjen se munis prej lumit, me orë të kanalizimi niset 5 natë të shku kalumi kanalizimi. Do thonë, nuk është projekti pa përfunduar, e ki Prockën në çifllak projekti pa përfunduar, e ki Prockën masit vogël ku është bën një pjesë edhe atë kofshë derën kanalizimit, ulën se ka çunier të dera shtëpisë, ka pak nësi totale, në lagje tonë aty kundër sot. Do thënë thjesht nuk e ki as një projekt serioz që ka filluar çet mandat edhe ka përfunduar çet mandat. Edhe i ki mbi 20 milion euro borxhe të komunës së Rovecit. Ty mos e përfshi pjesën e kontratës kolektive, mjekët, pensionerët që janë në procedurë për mbarim. Dhe gjitha këto do t'i diskutojmë edhe nëpër media, sepse tani hymë në procesin e shfletimit të punëve dhe projekteve të ndryshme, ku do të bazohet, në cilat numër, në cilat rezultate të zgjedhjeve. Dinë shpeshherë nga mandatin e mandat, nga zgjedhjet lokale në të përgjithshme, të japin rezultate të ndryshme për subjekte politike. Cila është piknisja juaj? Zgjedhjet lokale të vitit 2021 apo zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2025? Kështu, në zgjedhjet lokale 2021 kam qenë 3 muaj përpara e marrë sekretar dege. Edhe kemi dalë fatkeqësisht pas një rezultati shumë të kallopsues të LDK-s në zgjedhjet nacionale të 2021. Megjithatë, kemi me rrit përqindjen e votave nga 12% në rreth 17%. Edhe ka qenë i kthimi shpejt, edhe pozitiv, edhe është vlerësuar shumë mirë për qytetarët e komunës së Rovecit. Dhe në një momentum kur kërkoni krizë, e keni rikthim rreth 6 muaj, më thonë është një sinjal pozitiv. Në zgjedhjet nacionale kemi më rritë pak numrin e votave, për dikon rreth 2% në raport me zgjedhjet lokale të 2021-s, po me rrit dikon për 6% për zgjedhjeve nacionale të 2021-s, është e mirë kryesore që rrit trendi i rritjes. Po ajo që e thash në fillim është që qytetarët e kanë qartë që fokusin personal ka qenë vazhdueshëm te zgjedhjet lokale. Unë më intereson me shërbim qytetarëve të komunës së Rovecit me qenë drejt edhe i qartë në drejtim. Ne nuk mundemi me u sjell me trajtu qytetarë si mjet për realizimin e interesave të subjektit politik, po qytetari me trajtu ashtu që meriton, edhe me qenë shërbim tyre. Nuk mundet edhe me qenë kryetar komune, edhe me kandidu për deputet, edhe me bo lëvizje të ndryshme. Që kjo ka qenë strategji e gabuar kur kanë kandiduar kryetarët e komunave për deputet. Unë flas vetëm për komunën e Rovecit. Kemi pas raste edhe në komunat të tjera, edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ka pas raste kur komune kanë kandiduar për deputet. A di kush fatkeqësia më e madhe? Komuna e Rovecit ka proklamuar partia në qeveri që është, ose e ka dhënë në opinion publik. Kandidati aktual është kandidat për deputet, edhe nën kryetarët ta kemi kandidat për kryetar komune. Kjo ka funksionuar gjatë këtë fushatës zgjedhore në zgjedhjet nacionale. Për dallim për subjekteve tjera që kanë dalë kryetarët e komuneve, kanë dalë për deputet, kanë thonë na kemi dalë me ndihmë partije. Ca kanë dalë me mashtru qytetarin. Definitivisht po them, ka dy lyp vot për kryetarin aktual për deputet sepse kandidat për kryetar do të jetë më ky, do të jetë tjetri. Edhe po mendoj që është edhe politika ka një nivel deri kur shkohet në mashtrimin qytetarëve. Do të më qenë i qartë. Kjo formë ka qenë në këtë zgjedhje edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ka pas kandidat pa marrëm Lipjanin, Tejen. Dëgjom. Unë nuk pajton për deputet. Kryetar komune. Kryetarët e komunës që kanë kandiduar për deputet në komuna tjera, edhe të LDK-s, edhe të PDK-s, edhe të Aleancës, kanë thonë qartë për dallim për komunën e Rovecit. Na kemi kandiduar për me ndihmu partinë tonë. Rahoveci, kryetari i komunës, me stavinet ka thonë, kryetari do të shkon deputet, nuk do të jetë kandidat për kryetar komunës, sepse kandidat për kryetar komunës do të jetë nën kryetari i komunës. Ta kemi dallim shumë i madh, të deklarohesh ferr, thuaj shumë fondal me ndihmu subjektin. Edhe ti thuaj qytetarëve që unë s'do të jem kandidat, do të jetë tjetri, se unë do pretendoj deputetin, unë po mendoj që është mashtrim. Është dallim shumë i madh mes këtyre dyave. Në Rovec, për cilë portalet lokale, kthehet te zgjedhjet lokale, për cilë prononsimet,
thuhet qartë, kryetari Latifi është kandidat për deputet, jetë deputet e Parlamentit të Kosovës. Aty është synimi tina. Kandidat për kryetar komunës ka më qenë Fatmir Iska, nën kryetari komunës. Që për mua po mendoj unë jam kryetar dege, vetëm për mua shkon e papranueshme që ose nën kryetari jami, kish pranuar që unë më përdor anë të gjaton kohës për do vota, dhe në fund më thonë se s'bën ti më kon kandidat për kryetar komunës, se ti s'bën, se ti nuk e meriton me qenë ngar për kryetar komunë. Në momentin që i thu ose po kthena pak kështu politikisht. Nën kryetar ti bën njerëzit më të afërtut, cilët mendojnë me punu më pas afërmi. Ato do të më kërcy se cilën po spaku ata. Nuk mund unë me përdor cilin do nën kryetar temin në një fushat zgjedhore, me qit mish për top që thonë far fjalë, ti ke më kon për kryetar komunës se po rrajmna, po shprehin term ndoshta është Tiranë, pi mashtrim qytetarit ju thonë se ti ke më kon kandidat për kryetar komunë, unë të bëra deputet, mas ti mbaj do vota për partinë, edhe në fund më thonë se s'pa bën ti. O për mua, nën kryetari komunës, me qenë pozicionet tina, nuk e kisha ndajt mrapa kryetarit, sepse është keqpërdorimi i emrit dhe autoritetit tam në një fushat zgjedhore. Zotëri Kasniqi, secila komunë i ka specifikat e veta. Edhe komuna Rovecit i ka specifikat e veta për faktin që për garë, secila komunë ka secili subjekt kandidat për kryetar komune, por gara duket që në Rovec gjithmonë është më nxehtë. Janë 4 subjekte që synojnë të parën. Parafërsisht partitë të mëdha. Specifika është aleanca që kryeson me kryetarin e komunës, pastaj është Partia Demokratike e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Si e shihni këtë garë me subjekte politike në komunën tuaj? E para, po du me qas pak më ndryshe. Aleanca është partia në pushtet për momentet, po nuk është partia e madhe politike. Megjithatë, qeverisë në Rovec e konsideroj kështu ne. Edhe rrethonet kanë ndryshuar. Fatikisht qeverisë me mandate, po kanë njerë në momentumet caktuara që di me kriju edhe një parti që mund me qenë e shpërfillshme edhe marrë me qenë e qeverisje. Janë momentumet që din me nxjerr. Po oja që po du me thonë që Roveci e kam thonë edhe para 4 viteve që pa ballotazh asnjëherë s'mund të përcaktojë kryetarin e komunës. Pra kam pas ballotazh. Na pjesë me qenë pjesë e garës e ballotazhit si partia e parë në rundin e parë. Me kun mendoni do të jeni në ballotazh, edhe pse është herë të parashihen këto gjëra, kun e shihni rival. Në këtë kodër, është Lëvizja Vetëvendosje, është Partia Demokratike, edhe pse nuk mund ta nënçmojmë prapse Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës për faktin që është bindshëm në zgjedhjet e vitit 2021 zoti Latifi. Është një rrethon këtë tjetër pak është e rëndësishme, e cila ka më qenë në ballotazh. Unë thash edhe keprat me qenë si e parë në rundin e parë, edhe fituese e ballotazhit, kena me kriju një opsion edhe një hapësirë për te bindjes politike dhe partisë politike, për gjithë qytetarët që mund me dhënë kontributin e vet. Edhe po besoj që kandidatura ime është kandidaturë për te LDK-s sa i përket garës për kryetar komunë. Dhe kam pas një mbështetje të qytetarëve të qytetit Rovecit, të komunës Rovecit, për te as të barikadimit politik, sepse është një rëndësi etike që qyteti Rovecit filloj të trajtohet si zonë urbane, një zhvillim të drejtë të ndërtimit urban të qytetit Rovecit, edhe zhvillimi ekonomik i komunës Rovecit është esencial. Kështu që unë po pres që si kandidat me qenë i pari, në rundin e parë, edhe me një mbështetje të gjithë qytetarëve të komunës Rovecit, të pjesës dërmuese të ne, me qenë fituesi i zgjedhjeve, edhe fitoren me kthy në shërbim të votës. Si janë relacionet politike në kuvendin komunal, për faktin që kjo reflekton edhe tek votuesit në ballotazh, që po pretendoni të jeni pjesë e ballotazhit me subjektet e tjera, sepse duhet me pas relacione neutrale ose të parafërta me subjektet që të gjeni për krahje. Si kanë qëndruar në kuvendin komunal? Në mazgjedhjeve lokale na kemi pas një marrëveshje me Vetëvendosjen edhe PDK-n, edhe kryesuesi ka qenë i opozitës, kryesuesi i kuvendit. Ka qenë iniciative jone si LDK me bë këtë veprim. Ka funksionuar kënaqshëm, thjesht e ka marrë kryetarin më përgjegjës e formës e funksionimit të asamblesë komunale. Po fatkeqësisht me kalimin e kohës 2 prej asamblezëve të Vetëvendosjes kanë gjetë veten në kuadër të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Një prej asamblistëve të PDK-s ka kaluar në Aleancë në kalkulimet që thash më herët politike, ish asambliste në një konkurs e ka pranuar përgjithësisht me kushtin që asamblistët që i vjen radhë me kaluar në Aleancë. Edhe ka ndodhur si fenomen.
Fatikisht edhe kam rri me siguri një numër të mjaftueshëm për me ndërru kryesuesin e Kovendit. Po raportet janë normale, edhe po besoj që LDK është ajo që në Kovend është shumë e kujdesshme në gjuhën që e përdor. Provojmë vazhdimisht me gjuhës që bën me një dikon të ofenduar. Provojmë me majtë një gjuhë kështu thjesht parlamentare, edhe kritikat, vërejtjet, diskutimin që i bëjmë gjithmonë në tendencë që kryetarin aktual me majtë në presion të mundu me e qenë në funksion maksimal të shërbimit qytetarëve të komunës së Ravesit. Kemi pas fokusi vazhdimisht të temën që diskutuam rreth projekteve gjysmake edhe rreth buxhetit. Belon kam qenë më i zëshmi në tërheqjen e vetit se komuna e Ravesit është jo mirë sa i përket situatës financiare. Janë arsyetuar ata që na kemi energji dhe punojmë. Edhe sot kemi momentumin ku deklarohen publikisht që është ndërprer kontrata për ushqim të qytetarëve që janë në hemodializë, sepse s'ka parë komuna e Ravesit është i vlerë për 30.000 eurove. Kur një komunë me një buxhet për 20 milion eurove s'ka mundësi të gjejë 30.000 euro për shujtat e qytetarëve kategorisë sot i gati më të ndihshme në gjendje shëndetësore që janë me ta me hemodializë, për mosh një kollaps financiar. Zoti Krasniqi, kemi kohë dhe besojmë që do të bisedojmë edhe herave të tjera deri në zgjedhjet lokale. Juve ju dëshirojmë suksesin në gare. Dhe faleminderit që dojt opinionet dhe kohën për televizionin Arbëria. Faleminderit për ftesën, është mediumi i parë që e marr tash para këtyre zgjedhjeve, po besoj që kam qenë i gatshëm edhe më orë si kryetar komunën në mediumin e parë të ju me pas një intervistë. Faleminderit shumë. Respekt, faleminderit për ftesën. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.